I raskapitur nga lodhja dhe dhimbja dhe me probleme shëndetësore, shqiptari Pano Ruçi vijon në Greqi grevën e urisë për të 20 ditë rresht. Në një deklaratë dhënë për televizionin Mega, ai tha se nuk të rishet nga greva edhe nëse vdes, dhe se kërkesës për zhvarrosjen e djalit të tij, Denisit, që humbi jetën në tragjedin e aksidentit të trenave në Tempi, do t'i shkojë deri në fund. Ai kërkon që djali të zhvarroset në mënyrë që të kryen analiza toksikologjike. Po vazhdoj grevën time, nuk do të ndalem, do të shkoj deri në fund, dua të mësoj të vërtetën për djalin tim, dua të mësoj se nga çfarë vdiq djali im, nuk pranoj të bëhet zhvarrosja vetëm për testin e ADN-s, deklaron ai. Gjendja e tij shëndetësore është e rëndë pas gati 3 javësh grevurie. Të premten ai u transferua në spital ku mjekët zbuluan hipertension, takikardi, arritje të lehtë në gjymtyrët e poshtme dhe një humbje prej 10 kilogramësh. Forca ime ka rënë, por njerëzit që vinë këtu me japin kurajo, tha ai. Ruçi u bën thirrje politikanëve që ta vendosin veten, të paktën për një moment, në vendin e tij, të mendojnë si baballar dhe nëna me zemrat e tyre dhe jo me karriget e tyre, thot ai. 2 vjet pas aksidentit në Tempi, Ruçi thekson se trenat ende qarkullojnë pas një mas sigurie në Greqi. Do të ulem këtu dhe do të vdes, nuk do të iki nëse kërkesa ime nuk pranohet, dua të di se si vdiq fëmia im, tha ai për Megan. Një tubim solidariteti për grevistin e urisë Pano Ruçi, babain e 22 vjeçarit Denis, i cili mbeti vrarë në aksidentin e kurudhor në Tempi, u zhvillua ditën e dieshme në sintagma të Greqisë. Qindra mijëra njerëz morën pjesë në tubimin që ishte paralajmëruar në orën 18:30 të së dielës. Babai i Denisit vazhdon grevën e urisë për të 14 ditën të radhësi, duke kërkuar drejtësi për jetën e humbur të djalit të tij. Tubime gjithashtu u zhvilluan edhe në qytetet e tjera të Greqisë si në Selanik, Patra, Larisa, Heraklion dhe Rethimo. Gjatë tubimeve në Sintagma dhe në 46 qytete të tjera të gjithë Greqinë, protestuesit i kërkuan autoriteteve gjyqësore që të miratojnë kërkesën e Pano Ruçit për të zhvarrosur trupin e djalit të tij, i cili humbi jetën në Tempi dhe tashmë kërkon analiza toksikologjike të reja. Deri më sot nuk e di nga çfarë vdiq fëmia im, nuk jam në grevurie vetëm për djalin tim, por për çdo fëmijë që humbi jetën, për çdo nën dhe çdo baba, tha ndër të tjera Pano Ruçi në fjalën e tij para protestuesve. Pano Ruçi vazhdon grevën e urisë edhe pas vendimit të prokurorisë së shkallës së parë të Larisës për të miratuar kërkesën e tij për leje për zhvarrosjen e të birit, vetëm për qëllime identifikimi me ADN-n e trupit të tij. Unë vazhdoj luftën time, nuk do të ndalem, siç e kam thënë që nga momenti i parë, dita e parë deri në fund, sepse këta engjëj të vegjël aty lart duan drejtësi dhe unë nuk do ta lë kështu, derisa gjithçka të bëhet siç duhet, tha ai. Gjendja e tij shëndetësore është kritike. Ekipi mjekësor që po monitoron Pano Ruçin lëshoi një deklaratë në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore. Në njoftim përmenden mjekët Olga Kozmopolu, patologe specialiste e sëmundjeve infektive, Maria Karambeli, patologe intensive dhe Dimitri Ziaz, patologe, të cilët theksojnë se koha po mbaron dhe u bëjnë thirrje autoriteteve kompetente të mos e lënë babain e njerit prej të ndjerëve nga Tempi të pësojë dëmet e pakthyeshme.